Shkolla mesme e kombinuar Vëllazërim Bashkim shënoi 7 marsin, ditën e mësuesit. Arkivi Gjuhës së Shqipe përgatiti një program të larmishëm përmes aktivitetit të organizuar nxënës si shprehen mirënjohjen dhe respektin e tyre për mësuesit, si dhe theksuar rëndësinë e arsimit në jetën e çdo individi. 7 marsi, dita e mësuesit, është një datë e shënuar dhe e rëndësishme për të gjithë shoqërinë shqiptare, pasi ajo i dedikohet atyre që kanë një rol kyç në formimin e brezave të rinj, të zhvillimin e kulturës dhe edukatës. Kjo është një ditë për të nderuar mësuesit, të që më përkushtimin e tyre ndihmojnë në ndriçimin e mendjes dhe shpirtit të nxënësve, duke ju udhëhequr ata në rrugën e dijeve dhe vlerave të shoqërisë. Është një eveniment i përvjetshëm, tashmë është bërë traditë për shkollën tonë, data 7 marsit, kuadrin e festave të marsit, atë krijojmë një program kulturor, artistik, me mundësi që ne kemi brenda këtij institucion. Besoj që nuk ka qenë shumë e lehtë, por besoj që evenimenti sotëm ka qenë shumë i suksesshëm. Shënimi i 7 marsit është një traditë e thellë dhe një mundësi për të reflektuar mbi arritjet dhe sfidat që ka përballuar sistemi arsimor shqiptar gjatë viteve. Kjo datë ka një kuptim të veçantë sepse përkujton edhe hapjen e mësonjtores së parë shqipe në vitin 1887, një ngjarje e rëndësishme që ka shënuar fillimin e mësimdhënies në gjuhën shqipe, e cila ka kontribuar në ruajtjen dhe përhapjen e identitetit kombëtar shqiptar. Ju vetë, le të themi si profesor edhe i gjuhës shqipe, si e përjetoni këtë datë? Mendoj se lidhen gjitha bashkë. Është mirë që shoqëria dhe sidomos shoqëria jonë ja kushton, ja dedikon një ditë veçantë ditës së mësuesit, personit ta quajmë që është arkitekti i shoqërisë. Dhe unë mendoj që është shumë e duhur. Shumë e duhur që të krijohet domethënë raport i mirëfillt për ta respektuar këtë figurë. Kanë nxënësit dieni, le të themi, më të thellë për këtë datë? E shihni këtë sa herë që organizoni këtë aktivitet? Mendoj se po. Mendoj se po. Çdo vit dhe më tepër kjo bëhet sikur të jetë një festë e përvitshme, e cila nuk duhet ta anashkalohet dhe që duhet të mësohet shoqëria me diçka të tillë. Dhe mendoj që nxënësit tashmë është bërë rutinë, sikurse është 8 marsi e njohur për të gjithë, 7 marsi përfaqëson diçka unike për neve dhe për shoqërinë tonë. Mësuesit janë drita e shpresës, ato që mbjellin fara diturie dhe edukimin në zemrat tona. Me durimin e tyre të pashtershëm dhe përkushtimin e palodhur, ata na udhëhoqin drejt së ardhmes, duke na dhënë jo vetëm dije, por edhe vlera njerëzore që do të na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Le të festojmë së bashku këtë ditë të veçantë me buzëqeshje, art dhe emocione të bukura. Gëzuar ditën e mësuesit. Përgatitjet kanë qenë goxha të mira dhe jemi përpjekur që të kënaqim sa më shumë publikun. Ka qenë një prezantim goxha i veçantë për mua, duke qenë se është edhe viti i fundit këtu në gjimnazin e Ulqinit. Jemi munduar që me anë të zhanreve të ndryshme të ngjallim emocione dhe kënaqësi tek publiku. 7 marsi, dita e mësuesit. Keni ndonjë mësues që e kujtoni për çdo vit? Kam mësuesen time të parë, mësuese Aishën, të cilës si uroj shëndet të plotë dhe suksese. A duan shqiptarët dijen? Po, shqiptarët e dashurojnë dijen. Ku duket kjo? E po, nuk janë fëmijë shqiptar ato që ngrehin flamurin në shkollat greke? Nuk janë studentë shqiptar ato që marrin medaljen e presidentit amerikan? Ato që marrin diploma në parlamentin anglez, që fitojnë katedra universitare, që marrin çmime ndërkombëtare? 10.000 studentë çdo vit shkojnë nëpër të 4 anet e Evropës edhe vërtetojnë që gjeniën, raca jonë e do dijen. E po ka dashur punë që të përvetësohet një dialog i tillë, një monolog i tillë, por ato ishin shumë pak fjalë, se sa fjalë me të vërtetë duhen që ta përcaktojnë dhe të tregojnë mbi dijen. Dija një term që shkurt, por nuk mjaftojnë fjalë ta përshkruajnë atë dhe nuk ka fjalë që të përshkruajmë se sa mirënjohës duhet të jemi atyre që na e dhanë dijen. Pra mësuesve tanë dhe si duhet i respektojmë ata, po ashtu siç i respektojmë edhe mjekët, po ashtu të gjithë profesionet e tjera. Kush është mësuesi i parë, Mirvana? Si uros? Mësuesi im i parë është mësuesja nga fillorja, mësuese Shaqja, i cila më dha të gjithë njohurinë bazë që kam dhe jam asaj më së mirënjohëse për të gjithë punën që ajo ka bërë. Dita e mësuesit është gjithashtu një mundësi për të vlerësuar punën e mësuesve. Janë ata që ndihmojnë në zhvillimin e shkathtësive intelektuale, morale dhe sociale të çdo nxënësi. Ata janë më shumë si një udhëzues i thjeshtë i njohurive, janë një mentor, një mbështetje dhe një frymëzim për të rinjt, duke u dhënë atyre mundësinë për të ndjekur ëndrat e tyre dhe për të kontribuar në shoqëri.
Na kam sy ndërmarrje një veturë vogël me italianen të e një makinë e madhe sa gjysa tonë të raposhe. Italiane kort? Po për me. Ti kort të dikë, ti ta marrë keni. Nuk e moj, deri na fa kanë deri. Shka shpejt mas dera. Shka shpejt mas dera. Ana Marieta. Dy shqiptar të mençur u grindën një ditë me shkelma, me grushta, godit e godit. U shanë u vran, që ti, që amon, nga vëndi ku rinin, të dy u vërsull. Me flokët për pjetë, me thonjt në fyt, njeriu kërkon të ambyt, kërkon t'i marrë jetën, të gjallë të haj, kërkon t'a vrasi natën, e ditën t'a qaj. Jo, kjo është e jotja, jo, kjo është e imja, të nda dhe trau, të nda dhe qimja. Me sytë për flakët, në kokë hipën gjaku, këtë ma la gjyshja, këtë ma la plaku. Një pime vogël e lanu në shketni, e pa mire rritet, pa fuqit vetë, po me lmu e dora e një ti bujku tri, sa lullet bukura e shuem ja qetë. Kurse na jemi të varfën, si me pague, këtë farë kujdesi e gjithë këtë trazim, po me zemër na gjithmon me juve, o mjeshtra dashtun, ju falim shqim. Tjeta, kur di që kam nën, në shto qas vështire ndje i pran. Në brenge hale ajo më ka qën, rezet që drish përndan. E lehtë është jeta, kur di që kam nën, në shto qas vështire ndje i pran. Në brenge hale ajo më ka qën, rezet që drish përndan. Aktiviteti i shënuar për ditën e mësuesit 7 marsin në shkollën e mesme të kombinuar Vllazërim Bashkim ishte edhe njëherë një mundësi për të festuar për kushtimin dhe sakrificat të mësuesve, si dhe për të reflektuar mbi rëndësinë e arsimit dhe rolin e këtij në krijimin e një shoqërie të ndritur dhe të zhvilluar. Të ndërojmë mësuesit, të respektojmë punën e tyre dhe të mbështesim angazhimin e tyre në çdo ditë të vitit, pasi janë ata që ndihmojnë në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë për të gjithë.